I'm pleased, very pleased, in fact, jam e kënaqur, shumë e kënaqur në fakt që kam këtu dikë që e kam admiruar për një sër vitesh. Unë vetë nuk jam në rrjetin X apo Twitter, nuk më mend se ç'quhet më tani, por kolegu im David ju ndjek dhe më thot që jeni absolutisht në mënyrë histerike argëtues. Pra, mund ta nisim pak sesionin më lehtësisht pra dhe pastaj ta bëjmë serioze. Ne të dy jemi gafore, të lindur në korrik. Çfarë do të thotë kjo? Po varet kur ke lindur. Kam lindur më 4. Unë më 14. And the second most important thing about the United States. Jam e dytë më e rëndësishme pas së Bashkuara të Amerikës. Unë në fakt kam qejf që t'u them miqvet mi francez që ndaj ditën e Bastijës në vendin e tyre. Për t'ju kthyer komenteve që kolegu im David tha që ishin kaq argëtuese. Në fakt keni patur një bashkëbisedim interesant e shkëmbim me një nga politikanët këtu në Mbretërinë e Bashkuar, Nigel Farage. Vazhdoni ta keni këtë shkëmbim? Po, a mund na përditësoni për këtë? Po, jam në kontakt me të dhe shpresoj që të mbaj premtimin që do të vi në Shqipëri dhe të shoh vetë se sa vend i bukur është. Dhe sa të shkëlqyer janë njerëzit tanë, sa shumë e vlerësojmë ne mikpritjen dhe shumë gjëra të tjera. Kështu që më premtoj që do të vi dhe pres me padurim që ta mikpres, ta kem mik të ftuar në vendin ton dhe më pas presoj që të mos ta vendos më Shqipërinë në bisedat e tij për arsyet e gabuara. Nga këtë mbështrimi juaj, çfarë mendoni se po ndodh në Mbretërinë e Bashkuar me dikë si Nigel Farage që bën të tilla komente? Cili është perceptimi nga ana juaj? Dëgjoni, nëse doni që unë të jem argëtues, mos më pyesni për Mbretërinë e Bashkuar. Sepse është një temë mjaft dramatike dhe s'ka asgjë për të qeshur aty. Unë kam prirjen të besoj që të veçosh Farazhin si problemin praktikisht është tu largohesh rrënjve të problemit. Farazhi nuk është problemi, është pasqyra ku njerëzit mund të shohin në mënyrë teatrale disa prej problemeve dhe sigurisht unë nuk besoj që ai ka zgjidhje, por nuk ka pak dyshim që zgjidhja nuk është ta shpaqësh atë si kokën e turkut apo si problemin kryesor. Zgjidhja mund të jetë ti shohësh problemet ashtu siç janë dhe të përpiqesh të gjesh mënyrën se si mund ti trajtosh që të riangazhosh njerëzit me politikën dhe ti bësh njerëzit të besojnë sërish te ky vend i madh. Pra ju mendoni se problemi është më i madh se sa migracioni, ka të bëjë më shumë me demokracinë, një sfidë me demokracinë. Po sigurisht problemi është ky. Unë besoj pikë së pari se ta karakterizosh migracionin si problemin është gabim. Migracioni nuk është problemi. Migracioni është pjesë e zgjidhjes, besoj unë. Dhe sigurisht mëtej është e rëndësishme të bëhet dallimi midis asaj çfarë është e parregullt, e dëmshme, e palishme dhe asaj çfarë është dobipruese. Pak kohë më parë vizitova këtë qytet pasi dikush që quhej Suela Braverman veçoi komunitetin shqiptar në mënyrën më të gabuar të mundshme. Kur mbrita, u
shoqërova me mjaft mirësjellje nga personat që angazhohen për të shoqëruar kryeministrat e presidentët për arsye sigurie. Mbërritëm në hotelin ton dhe aty një djalë mu afrua dhe nisi të më priste në Shqip. Roja mu afrua sepse mendoi që ndoshta kishte diçka të rrezikshme dhe I thash jo, mos u shqetëso. Është një bashkëpunëtar shqiptar. Pastaj kur dolëm nga hoteli në mëngjes, dëgjova emrin që thirrej nga lart. Ngrita kokën dhe pash disa shqiptar në skela që po punonin me remetimin apo ndërtimin e një ndërtese aty pranë. Pastaj shkuam në parlament dhe roja aty ishte shqiptar. Kështu merdi me njëherë pyetja, çfarë do të ndodhte, kush do t'i bënte këto punë nëse shqiptarët nuk do të ishin aty, por jo vetëm shqiptarët, por edhe migrantët e tjerë. Demografia në fakt është e errët, jo vetëm për Britaninë, por edhe për Europën, kështu që sigurisht që migracioni nuk është problemi, është pjesë e zgjidhjes. Të luash me migracionin në mënyrën se si po luhet është shumë e rrezikshme sepse është shumë ndikuese. Pra, dëmton vlerat që e kanë bërë vetë Mbretëria e Bashkuar atë vend demokratik ku bashkëtohet, sepse shndrohet në luftë kulturore dhe pastaj shkon thellë më thellë duke ndezur mosmarrëveshje e po kështu edhe dëshpërim që mund të hedhin në erë të gjithë shoqërinë në një moment të caktuar në kohë. Përmendet